që të jesh i kënaqur me falënderimin tonë. Salavatët dhe selamet më të sinqerta i dërgojnë në adresën e Muhamedit alayhi salatu wassalam, shpirtin e krijesës më të pastër në rrezullin toksor, shpirtin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili përmes tij udhëzoi kjo njerëzi, shpirt i cili përmes tij e pa dritën dhe nurin dhe drejtësinë e tërë njerëzia. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ O Muhammed, nuk të kemi dërguar ty për tjetër përveç se rahmet mëshirë për krejt njerëzit. Vëllezër të nderuar, ligjëratën në të cilën do të ndalemi sot inshallah taala, po ashtu në pika të shkurta për arsye se koha është bukur e shkurt, që neve të zgjatem dhe të thellohemi thellë në këtë ligjëratë e cila është e paskajshme, ka fillim dhe nuk ka mbarim, është ligjërata të cilën e keni dëgjuar jo në javën e kaluar, atë para kësaj jave. Kemi thënë, thot Allahu dhul Jalal, wa fi anfusikum afala tubsirun, dhe në vetveten tuaj a nuk e njeh Allahu dhul Jalal? E sot inshallah taala do të ndalemi rreth disa ajeteve kuranore, apo ta quajmë ajetul kursin, që e quani ju të tjerët të spidova. Do të ndalim dhe do të sqarojmë dhe do të komentojmë në pika shumë të shkurtra, për arsye se nuk kemi fuqi me ja dhënë vlerën e sajna, me ja dhënë hapun këtyre ajeteve aq të forta, këtyre ajeteve aq të mëshirshme për besimtarët, po do të mundohem në fuqinë tonë sado kudo që spaku të ja u bojmë me dije të gjithëve së bashku, ne dhe juve, se çfarë përmbajnë këto ajete kuranore. Allahu dhul Jalal në këto ajete së pari fillon dhe thot: Allahu la ilaha illa hu, el hayyu el qayyum. Allahu është një, nuk ka tjetër përveç tij. Allahu është një, nuk ka krijues tjetër përveç tij. Nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç tij. Nuk meriton të përgulet askuj tjetër përveç tij. Nuk meriton të falendrohet askush tjetër përveç tij. Nuk udhëzon në rrugën e drejtë askush tjetër përveç Allahu dhul Jalal. Nuk e drejton njeriu përveç Allahu dhul Jalal. Nuk e furnizon njeriu askush tjetër përveç Allahu dhul Jalal. Nuk e mëshiron njeriu askush tjetër përveç Allahu dhul Jalal. Nuk gjykon drejt përveç Allahu dhul Jalal dhe ligji i tij dhe ata të cilët i mbështeten ligjit të tij. Nuk ka edukator më i madh në suprem përveç Allahu dhul Jalal. Nuk ka askush dhe as fuqi tjetër që mund një pikë shiu me zbrit në këto përveç Allahu dhul Jalal. Allahu në këto ajete po fillon: Allahu la ilaha illa hu. Allahu është një, nuk ka tjetër përveç tij. Për ata e kemi mësuar ne këto fjalë, shahadetin e kemi dëshmuar me këto fjalë: Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj dhe deklaroj dhe vërtetoj se nuk meriton të adhurohet askush tjetër me hak përveç Mallit Allahu dhul Jalal dhe se Mustafaja sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij sallallahu ta'ala alaihi wasallam. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Sikur kur ju drejtohet besimtarëve jo dhe musliman. Sikur Allahu dhul Jalal që po na fol çdo njerit dhe ne nuk po e dëgjojmë, sikur që Allahu është afru afër ne dhe po na përshmërit në veshat tonë me këto fjalë po dhe la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Mos keni frikë, mos u të shproni, mos u piklloni, se Allahu dhul Jalal nuk e ka plan as kotja as gjumi. Ato nuk e ka plan gjumi, ato nuk e ka plan kotja. Mos mendo se Allahu dhul Jalal ka harru ty. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Edhe në momentet kur krijesat flejnë, edhe në momentet kur njeriu e vën kryt e dinën e asafun e tij, edhe në momentet kur njerëzit e harrojnë Allahu dhul Jalal, Allahu ata është duke i pa dhe nuk është flejtur, po i sheve e pra të tyre. Edhe në momentet kur njerëzit bojnë tredhite të shmosme, bojnë tredhite lloj-llojshme,
historinë e një djetarit, kur mur me ju bë provimin djelmoshave 3, të cilët i kishte edukue me vite të tëra, kishin marrë një dituri për i djetarit e famshëm, ju tha, nëse doni thët me u futë në prodhim, sot e kemi një prodhim shumë të lehtë. Të çdo njeri prej ne do ta kishte menduar se është prodhim shumë i lehtë, edhe i murë tha, mere çdo njeri prej ju nga një zot të shtëpia, dhe kur të vini këtu në prezencën time me ahje kokën, po me çkush që asnjë mos mu ju pa juve duke ja ahje kokën aty. E morë njëmi e tjetëri e drejte, përveç njëmi ku këthy prapë me zogun e vetë në dorë. Edhe tha, a ti nuk e preve, dhe ti ke rope i prodhimit. Profesorit ka udhru me prejë zogun, kurse ti nuk e ke preja të ke rope i prodhimit, për arsye se si ke zbatu urdin e prisit ton, apo edukatorit ton, dhe të po prit me shfarë. Dhe të për çfarë arsye dhe të nuk e preve këtë zonë, thëtë sepse ti unë thënë të hi një vend ku nuk unë shas kush tjetër, e mua ku do që isha, unë pak të Allahu dhul Gjelal, a i me shiqonte dhe me dëgjonte, dhe unë nuk mujta me prej për këtë arsye të pru në prap gjallë. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, Allahu është një, nuk ka tjetër përveçti, el-hayyu el-qayyum, nuk vdes Allahu kur. Nuk vdes Allahu kur, fuqia e ti nuk vdes kur, burimet e ti nuk vdesin kur, furnizimi i ti nuk vdes kur. Allahu la ilaha illa hu, nuk ka tjetër përveçti. El hayyu el qayyum, është i gjallë, i gjithdishum, i ngritur, larpans, dëgjon, sheh, furnizon, mëshiron, gjykon, hakmerën. Për atë që ju ka mbështetur Allahu dhul Gjelal. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, nuk e ka prënë gjumi as kotja atë. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Krejt çka ka në tokë dhe në qiell, krejt çka ta sheh syni ty, krejt çka e han kjo gojë, krejt çka e pin kjo gojë, të Allahu dhul Gjelal. Edhe qumshti pej parit të gjelbër të tjetë verë, edhe mjalti pej lullës të verë sarit, edhe misku prej drenit, prej gjatë kutina pej të njëjtës lull, edhe marimonga me pejt të saj pej të njëjtës lull, edhe heti i mizës që përmen Allahu dhul Gjelal atë, edhe aj pej njëjtës lull, lehu ma fi samawati wa ma fil ard. To Allahu t'jon krejt që ka në qiell dhe në tokë, edhe me laiket pej Gjibrilit e Mikailit e Azrailit e të gjithë me laikeve, krejt edhe këto jë ka Allahu dhul Gjelal. Krejt Allahut i binë në sejtë, lehu ma fi samawati wa ma fil ard, Allahut i përkullen, Allahut e kanë obligim mu ju përkull dhe me ju nënçdruhe, krejt që ka konë tokë dhe qiell, përveç punja njeriu. Përveç njeriu bon ka pa hilen përkulljen e Allahut dhul Gjelal. Nga njëheri përkullet pasunikut, nga njëheri përkullet djetarit, nga njëheri përkullet prisit, nga njëheri përkullet mretit, nga njëheri përkullet evladit, nga njëheri përkullet vetës tina, nga njëheri vetja në qedhe i përkullet vetës tina. Ja mërmenja që s'ka njeri si kur a i në nërë. A nuk e ditë se me këtë fjallë, a i kara në shkallën më të ullëtën dhe kësaj botë. Në shkallën më të ullëtën, për arsye se Allahu dhul Gjelal ka thonë, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Të Allahut jon krejt çka ka në tokë dhe në qiell. Dohet ta kuptojmë vëllazër. Nuk dohet me falendërue atë që punon në isjes, elhamdulillah, që na keni liru ujtë se të Allahut jon. Ajo shërbimin tonë. Nuk dohet me falendërua atje në komunë për një letër me marë, me i falendëru një që njerë për arsye se është në falendëru. Ajo është në shërbimin tonë. Nuk dohet me shku në medrese apo kutat june në shkollë apo në mjekësi atje me falendëru se ka arë me të dhonë një leksion për arsye se në shërbimin tonë. Lehu ma fi samawati wa ma fil ard. Krejt jon të Allahu dhul Gjelal. Nuk dohet me falendëru hoxhën që shumë, mi arrit mendjen në knaqen e dersa por ke fol mirë, për arsye se është obligim dhe ky ders dhe ky ilm nuk i hiç fare. Kta ka marrë rofe i Allahu dhul Gjelal. Lehu ma fi samawati wa ma fil ard. E çka po do të thonë me këto? A bon pak më shqip, më gjevende, pak më njartë dhe shkurt.
Pra mos se falendera s'kam tjetër përveç Allahut dhul xhelal. Sa ujë që bin, mos se falendera s'kam tjetër përveç Allahut dhul xhelal. Sa ushqim që ndron, mos se falendera s'kam tjetër përveç Allahut dhul xhelal. Sa që zgjohesh në mëngjes edhe je shëndosh e mirë, falendero Allahut dhul xhelal. Mos se falendero mjeku se mjeku nuk din për veti e po të mëson ty. Ai mjeku nuk mund me shëru veten, e le me të shëru ty. Nuk e kam për qëllim ignorant në atë aspekti, nuk e din, ai e din ilaçin e këtij smuje, por nuk e din shërimin e këtij smuje. Ajo shkaktar, kurse shërues është vetëm Allahu dhul xhelal. Për të ka thonë Ibrahimi alayhis salatu wassalam, wa idha nuridtu fa huwa yashfin. Ka thonë kur të smun na on, nuk ka thonë kur të smun dikush, po ka thonë kur të smun na on, Allahu më shëron. S'ka përmend mjek kërkon që mjeku shëron. Pastaj Allahu dhul xhelal ka thonë ma fi samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih. Kush është ai? Kush është ai krijes? Kush është ai pris? Kush është ai mre? Kush është ai pasunik? Kush është ai komandanti ushtrie? Kush është ai komandanti policie që mund me ndërmjetësua te Allahu përveç tij? A ka dikush? A ka ndonjë pejgamber që mundet me ndërmjetësu për njerëzit, për ata që e kanë adhuruar atë, ata të cilët e kanë pasur rrugën e tij? A ka ndonjë pejgamber që mundet me ndërmjetësua? A mundet Ademi alayhis salam? Baba i njerëzisë, a mund me ndërmjetësu për ty? Jo, thot nefsi. Thot unë vetën time në musha me kështu. Isa alayhis salatu wassalam, a mundet me ndërmjetësu? Jo. Ejubi, Jakubi, Jusufi, Isau, Musa, Shoaib, Saliu, a mujnë me ndërmjetësu? Adje, Themudje, a mujnë me ndërmjetësu? Asnjë, përveç kush? Përveç Allahu dhul xhelal. Disa thojnë edhe pejgamberi alayhis salam, po me izin e Allahu dhul xhelal. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Kush është ai që mundet me të ndihmuar në ditën e gjykimit përveç Allahu dhul xhelal? Përveç me lejen e tina që ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam dhe ja ka bërë mundshme. Një ditë kanë shkuar te pejgamberi alayhis salam kur ka vjerë tash ka dalë sheshet e na njerisht ka ardhë sheshet e këneve edhe ne më mirë me këtë lukuri negative edhe vajsa tonë ndoshta ka vjedh një grua prej Maksumive që ka qenë familje madhe, ka qenë një familje bukur e madhe, edhe pastaj kanë shku te pejgamberi alayhis salam, ka thonë të ndërmjetësojmë te pejgamberi se ndoshta pejgamberi alayhis salam do t'ia falë për arsye se është e familjes madhe. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka thonë, vallahin, edhe Fatimja e bia e Muhamedit alayhis salatu wassalam, nëse kishte me vjedh, edhe asaj do t'ja këpuz dorën për arsye se shariati e nëse ky njeri ka vjedh, nëse ky njeri i ka bëhë gjym pasurisë të huj, ky njeri e ka zgjat dorën e tij në pasurinë e huj, thëtune do t'ja këpuz dorën edhe Fatimes time nëse ka thonë kësi gabimi. Po, pastaj i ka thonë oj Fatime, i ka thonë pejgamberi alayhis salam Fatimes shikës ti, oj Fatime, i'mali li nafsi, oj Fatime puno për vetën tonë. Puno për vetën tonë se vallahi në ditën e gjykimit s'ka me mujt me të ndihmu asnjë zerë te Allahu dhul xhelal. Në ditën vetë kur të vinë njerëzit me pasurinë e tyre, e për dini çfarë pasurie njeri muslimani shkon. Pasuria e muslimanit deri i vorre qënë vetëm qëtini kur të më shumë tjetër. Pasuria e tij është qëtini që e merr me veti. Po pasuria më e madhe që shkon para Allahu dhul xhelal janë veprat e mira tina, të ditën kur të ndhin njerëzit me veprat e tyre të mira, me namaz, zeqat, agjerim, e të gjitha fjalë të mira, e sinqeritete, me të gjitha punë të mira, me ndim të të varfurve, dhe të të vini jo duke u thirrë në kabilen se familja e pejgamberit jam të atëherë nuk do të ketë dobi. Allahu dhul xhelal thotë: "Men dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum." Allahu e din atë që ju po e punoni, atë që ju vetë po e shihni, po e punoni, edhe nëse s'ju sheh askush, wa ma khalfahum. E din edhe ato që se punoni. Allahu e din edhe atë që nuk e punon ti. Edhe atë që e kim shef në zemrën tone, e ndoshta nga njëherë njeriu ju paraqitesh si një njeri i sinqert, ndaj ti në të kundërtën në zemrën tone ma një xhelozi të madhe ndaj tina, një urrejtje të madhe, një vrasësi në zemër, Allahu dhul xhelal e din edhe atë që e ki në zemrën tone.
O Isa, Isaut a.s. Allahu dhul Gjelal po i thët ditën e gjykimit. O Isa, a ti ju tha njerëzve me ta dhuru ty me të bazët? Isa po i thët o Zot, nëse unë ju kam thonë, ti e din ma mirë se unë që kam thonë. Ta'lemu ma fi nefsi, wa la alem ma fi nefsi, ti e din qka kam në zemën time, po vallahi unë nuk e di që ki në zemën time. A je din edhe në zemën që ki? A je din edhe njeriu kur e ka ban jetë me ban një punë të mirë dhe nuk ka mujt me arrit në ditën e gjykimit, ja ka shënuat punë të mirë që këtë jetë të mshef nuk e din as me lajke. Kiramin katibin, jëmë do melaqe, dy melaqe që gjithë të herë njërën e përcjellit, në anën e djathët të majtën. Kjo djathë i shkru veprat e mira, kjo majka i shkru të këshia, e mjerisht që nga njëherë besimtari e qetë në pension të djathën, se vetëm me majtja punon. Vetëm punë të këshia, Allahu nuk i ka leju ato melaqe me i ditë njetët e njerëzve. Unë e kam ban jetë sot me vizitu një të smur, e kam ban jetë sot me vizitu një njeri që i mungon një antari familjes, nuk kam mujt, krejt të tjeret nuk e kam ditë, veç Zoti e ka ditë që unë e kam ban jetë me kanë adit në atë vend, për këtë qështje Allahu ta ka shku dhe kur shkojt ditën e gjykimit, të thëtë mere shpërblimin, thua Zotu nëse kam ba, gabimisht, ma ke gju dhuratën e dikuj tjetër mu, dhe t'joja Allahu nuk punon gabimisht. Men dhe lëdhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Po thët, a ka dikush që ndërmjetëson të Allahu përveç tina jo? A ka dikush që mund me të ndihmu në ditën e gjykimit përveç Allahu dhul Gjelal jo? Pejgamberi alayhi salatu wassalam për ditën e gjykimit ka me i marë Allahu dhul Gjelal rëbët e vetë edhe ka me afru afer çdo njanit dhe ka me vull afer ti dhe i thëtë, o robi, atë kujtohet fillon dite, fillon problemin e kibo. Po, Allah, subhanallah. Të shtregoj. Atër s'kima njerë, atër s'kima shpirta me marë gjafë si kun këtë botë, me njërë dëshimi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, vllau ton, 70 shkaqe gjaja. Thuj nashta e ka posë për qëllim të mira, mos shkon me njëherë për shahadet me rafet unë ka shonë. Jo, gjaja 70 shkaqe, thuj nashta e ka posë për qita, nashta e ka posë me duku, nashta e ka posë me më shidue, nashta e ka posë më ka po keq. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e dini shumë mirë se në atë kohë po të njofton pejgamberi alayhi salatu wassalam Allah i ofrohet edhe këtë robi jam. A e ke bon fillon ditë këtë punë të dorë zërë, o vallahi, po s'm ka pasur. Nuk i shkon mendja me njëherë në akuzu tjetrin. Se ta fillon ditë e kujtohet edhe kjo vepër e keqe po. E fillon ditë se edhe ky njet i keqe që pa bën jetë me bën një punë keqe, po thot o Zot. Se ta ka bën dikush për robët të mi, thot jo Allah, vetëm ti pas ke bën. Atje thët ta kumbulluë, sot për të fali. Elhamdulillah. Hamdi kohët Allahu dhul Gjelal. Atje ta kumbulluë, e sot për të fali, sot për vjen edhe mutur, me të gjithë para krijesave edhe me të treguë për me katin gabimin që e ke bërë. Elhamdulillah, hamdi kohët Allahu dhul Gjelal që na falë me katet tona, në këtë dënja dhe në botën amshushme. Pastaj Allahu dhul Gjelal thët, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Arshi tina, fuqia dhe mbretëria e tina e ka përfshirë tokën dhe qiellin. Mos mendoni me thonë kush është më i madh se Allahu dhul Gjelal. Mos mendoni me thonë se në vitin 2008, 2007, 2009, 2099 ka me zbrit një guri pe qiellit, pastaj ka më shëndrua një guri dikun ka vitet e 2000 atje, ka më shëndru në një erë, edhe pastaj ka më bëhë kinç në vitet më larkë, ne i ku e bëhë na, e pastaj pej kinçit ka më bëhë një kaprod, e pej kaprodhet ka më shëndru në vete, e ajo ka qenë një ballon që ka kryth mija dhe lujnë me to. La ilaha illallah. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Allahu e ka përfshirë fuqia e tina, tokën dhe qiellin e mban në dorë të tij. Wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Atina nuk i ka asgjë. Atina nuk guxon në këtë rruzull toksor. Asnjë gjef medali i ri me vin, me lin palera Allahu dhul Gjelal. As nuk guxon asnjë gjef më u tha palera Allahu dhul Gjelal. As nuk guxon mas i thahet me rafë i dekës palera Allahu dhul Gjelal. As një fije bari nuk guxon me dal palera Allahu dhul Gjelal. As një lëvizje nuk guxon me bahama dhe tjelli palera Allahu dhul Gjelal.
wa huwa al-aliyyu al-azim. Është i ngritur, është i gjërdishur, al-azim, është mbi të gjitha, është para të gjithave, është mas gjithave, ka qenë para se me posë çdo gjë. Ya'lamu ma kan, e din atë që ka qenë, wa ma sayakun, atë që do të jetë, wa ma lam yakun, atë që nuk ka qenë kurrëherë. In kan, nëse do të kishte me qenë, kayfa sayakun, si do të kishte me qenë. E din atë që ka qenë, e din atë që nuk është. Atë që nuk ka qenë kur njerë, nëse do të kishte me qenë, si do të kishte me qenë. Për këtë çështje, Allahu Dhul Jalal nuk i ka dhënë drejt asnjë krijese, po ti kishte dhënë drejt Muhamedit alayhis salam me ndërhyrjen e krijimin e Allahu Dhul Jalal në krijesat e tij, se si i krijon, por e ka marrë këtë mbi supët e tij. Allahu Dhul Jalal te ka thënë unë e krijoj, pastaj ka thënë wa sana'tuka bi nafsi, unë të kam krijuar ti njeri. Nuk ka me mujt njeriu me gjetë një vrejtje në krijesat e Allahu Dhul Jalal, përveç se nëse njeriu i kalon kufit Allahu Dhul Jalal dhe futet në atë që nuk i takon, pastaj futet në ferr e pastaj në zjarrin e xhenemit. E lutim madhin Allahu Dhul Jalal, mëkatet tona të na i fal. E lutim Allahu Dhul Jalal, adhurimet tona të na i pranon ja Rabbi. Namazin e xhumas na pranon me dhe gjithë besimtarët anë kanë votës ku janë. Prindë të milët, juj dhe të gjithë besimtarëve, lutim Allahu Dhul Jalal që ti mëshiroj. Të rinjtë tonë, Allahu ti uzoj ja Rabbel Alamin. Zemrat tona të na i bashkoj, zemrat tona të na i freskoj dhe të na pastroj nga xhelozia, hasedi, urrejtja dhe nga gjitha të fshija që mujnë me kaplu zemrën e njeriu. E lutim Allahu Dhul Jalal, pa dhe të lesh tonë ti uzoj. E lutim Allahu Dhul Jalal, edhe ata që janë mesatar kanë në net, as anej, as këndej, Allahu Dhul Jalal ti uzoj në rrugën e drejtë. Dhe juve vëllezër të nderuar, ju kërkoj falje për këtë ngushtim që po e bojmë nga njëherë kur po spret bereqeti Allahu Dhul Jalal. Edhe po e vreni edhe ju, se pa u bashkuar bereqeti Allahut nuk vjen. Ju kur falni në forë disa mrena, s'ka bereqet. Kur hinit gjithë në xhami dhe falni krejnë ka, atëherë bereqeti Allahu Dhul Jalal vjen, edhe pranë e batlave shumë shëtuj, edhe s'ka nevojë ju më lut para ta heqma. Vëllezër të nderuar, para se ta përfundoj, unë në xhumon e para kaluar jam keq kuptu të ata të cilët kanë qef me keq kuptu hoxha. Se unë shumë një miliard ma me mendja. Edhe plaku më 90 vjetë unë kupton shumë mirë. Edhe intelektuali që asë një fjallë, asë një shkroj, një presje nuk e harron, e na jemi do të bërfun shumë në gjuhën tonë dhe mjerisht na kuptojnë të gjithë. Unë e kam thonë, uj dherë një sot mundi. Po para se me thonë ujë dherë në sot mundi kam thonë, thuaj, ajet kuranor, dhe ju kam thonë gjithë në suratul Mulk, në ajetin e fundit të Allah thuaj, nëse këtë ujë që po e bini, unë e thelloj me thellësinë e tokës, a ka kush që t'jen me këtë ujë të pishur? Po, na i thamë shqitar, ujë mi thonë pozër, i bim pumpat edhe e në gjiro për i bonari. Mirë thëtë të zotit, thuja për, kullin esma'u gora, leu në shaku që ajnahu më gjaja, ani mirë, ma si vini ju me pumpa e vini uj, na muj me pa uj që pe vini t'il, a muni me pi? Jo. Ja qesë do shishet, mirë, na e boj muj që pe vini gjak si në kohën e Firaunit, a muni me pi? A mundi kush me pi? Jo. Atër ka thonë zotit, leu la të shkuru mos harrani, si kur të më kishë falendërë. Me ditë për falendëru ju, për ujë s'ka nevoj me mëndu ju kur. Rizkukum fis sema, rizkun e keni në qiellu, kryj, mos e lypni në branë, s'është brana e batlavës, nuk ka lumi liqeni i batlavës për me pru ujë, a nuk ka bëj me ujë tonë hiqfare, as nuk është lumi burimi në bejnë e istog, nuk ka bëj që krejt istogu, pin ujë bejnë, ramje s'klirë dhe unë e kam shku mas gjumas, në ditën e hanë dhe kam vizitu me gjevatri, për arsye se kam thonë ujë ka të një akushëm dhe kam shkua me sytë e mi e kam pa dhe kam engjizuar. Ata ujë duke dalë, sa kë morë i kësaj gjamije të ujë për një guri. Ka ujë morë. Po falenderojët madhin Allah që të ka qenë këtë ujë. Mos e përpozë se Allahu e tërhjek në jetën e ti. Mos e përpozë. Dhe unë e fjallën, kër e kam thonë pasi që e kam pas, para kësaj e kam thonë fjallën, 75% të kësaj toke janë ujë. Ti nuk jetë me. Ti je i zhytu në ujë, dhe i në fët në ujë je. Por në falenderojë krijuesin e ujë,
unë prapë ju thëmë, ju falimderit për mirë kuptimin, ju falimderit që seshtën e boni njani në shpinën e tjetrit, në shtatë Zotit Dhul Gjelal, në ashton bereqet neve, inshallah u ta'ala, Allah i na i falë me kate tona, na i pranur dukje tona, dhe ju njoftoj vllazër të ndëruar, që mos të markohen në alfatje në hytve, se të martëve mas namazit të akshamit, fillojnë ligjeratat e rregullta në xhamin e Kastriotit. Janë ligjeratat për të dy gjinin femërore dhe mashkullore. Allah ju shpëtoj.